por vetë ato që janë thunë sot për shembull, prej njerëzve të LPK-s atër që janë të infiltruar deri këto të Hagës, ju i dini më mirë ato, janë shumë kundërthanëse. Edhe nuk duhet përgjihem në ato, ajo është problem që ka meti hapun, është përkeqardhje, është vrani intelektual, normal ai ka qenë kundërshtari i Jugosllavisë, për çata dhe ka dalë jashtë, por në ato rrethana që janë, pse ka fillu kundër Amerit, tash ta zonë dhe kjo ka shumë rëndësi. Ato kanë fillu në dhejtëshën të kur të themelu LDK-ja. Pra lidhen me këto? Lidhen me atë. Me një luftë që ka pas politike LPK-ja me LDK. Është thonë, sepse LPK-ja një pjesë madhe ka kalu në LDK-ja, atë edhe dijet ato. Edhe unë jam po ato si kundërshtar, sepse këtu duhet mu lidhë me atë kapërcimin prej irredentizmit ideologjik që ka qenë dhe gjatë të gjashën. Është një lëvizje madhe, të kjo gjatë të gjashën se fillon gjatë dhe Kosova Republikë. Është shkëputja. Okej, për shkak të kohës, pra fatkeqësisht duna me hec pak ma shpejt, edhe më pyet si më thon për etapat të ndryshme ose për personazhet që po më intereson shumë për jush me ditë. Këtë ditë u riaktualizu çështja e Tellthenishës. Pra jemi fiks në atë periudhë. Çka janë demonstratat e Tellthenishës për ju? Unë kam thënë edhe në libër, thëmë tash, po thëmë, demonstratat e Tellthenishës nuk e kanë konotacionin si në gjova këto ditë të flitit, kështu. Ato janë historika shumë e vërtet, por ato paraqesin dinamizimin e kërkesës për Kosovën Republikë që është hapë 68-shën si demonstrat publikisht. Pra shumë ma të rëndësishëm demonstratën e 68-shën. E kanë promovuar atë, por 67-ën tash është hapë politikisht për herëparë në aktivin politik të Serbisë në bisedë me Titon. Është hapë pashtu dhe në bisedat që në bo edhe në aktivin politik të Kosovës 68-shën. Me 19-18 që është gusht në Gjaku është majtë me edhe aktivit politik në ndrejtimin Fadilozit, ku është thonë Kosova mund tjetë republikë. Me 19 gusht është lindje një faqe, ajo e ka thonë Cica Patarnogic, një aktiviste, por Fadilja ka përgadit atë, edhe janë 7 pika aty. Pse kështu? Dhe ashtu ka fillu debati për këte, ku e inkuadru më në intelektualt për Infemi Aganit, Razak Shales, e tjerë, që është futën diskutime publike, një muj ditë kanë gjatë ato. Mas një mujtë kanë ndodhëm, është ndërprej ajo, sepse Serbia ka reagu, ajo u thesë se nuk bon talon këta. Dhe Titoja e kom të dokumentat e ti, e pranën të mirë. Nuk do të bëhet Kosova Republikë, po do të bëhet nësi e federatës. Tash, për tash është kjo. Dhe Fadili me ato e në pajtu, thot tash ju duhet të nalni këto bisedat që bosh në alternativit politike, ani pse vete keni fillu, por duhet gjanët të zbritën, sepse në nuk mundëm tash me hinë konflikt me Serbinë. Me Serbë, për shkak të kundërshtimit. Edhe tash po thëmë edhe këte do të thotë. Gjatë të eshën kanë dalë mandej, edhe Femi Agane, gjithë tjertë, kanë qenë shumë të rëndësishëm se kanë barë të studentat të intelektual. Aja ka qenë kështu në njërë gatët të hapun. Edhe kur janë dalë demonstratat 68-shën, mas parë hapën në Prizren në 4-5 qenë, me 27 këtu në Prishtinë. Prej 7 pikave që janë thonë aty, 6 janë në sasaj mnidhës aktivit Gjakovës. Komësia, Kosova Republikë, mund tjetë, universitetet tjerë, për në kjo duhet tjetë. Kështu që ajo mëndej i ka drejtu zhvillimet politike, ndryshimeve dhe shtatë kaqen. Kështu që të dhe të nishja, për kundër, ajo e ka dinamizu. Për të të nishja ka pas virusin e gachem të Serbisë prej gjatë të teshës Qosishi, e 79 se të libri kaltët. Ata veqëm kanë pritë që vjetë fitili. Nuk duhet të them fare që këto nuk janë historike janë, sepse kanë përgadit një konstelacion tjetër, ku dhe shqiptarët i kanë pas kërkesat e tyne. Por, historike është gjatë të teshja. Një përdojnë i kanë përdorë. Okej, qëjmë pak ma shkurt me përgjigjen, për shkak se kam shumë pyetje për me bo. Për ju, LPK-ja, çfarë roli ka me pak fjalë? Çka është LPK-ja për ju? Duke shi prej grupe marksist-leniniste edhe këtë që përfaqëson LPK-ja. Me pak fjalë, një thashtë aty, është një grup i disave që kanë dalë jashtë migracion, që kanë menu se duhet të organizohen atje në format ndryshme të sulmohet Jugoslavia, të hapet edhe çështja
Barazis edhe LPK-a, pa tash të 22 është të miluaj, po të tjera që janë kështu, e ka pas Kosova Republik. Por Kosova Republik tjetë një republik shqiptare, herën e dytë, por edhe ideologjike. Kështu ka qenë koncepti që kanë vazhdu. Por LPK-a, mandej ka vazhdu me grupet nërshme, me Zeri Kosovës e tjera. Më intereson menimi juaj për to. Unë them që ka qenë një grupacion ideologjik, i cili në rrethanat caktuar e ka pa momentin që të luftoj kundër Jugosllavisë. Edhe opsioni i tyre ka qenë ideologjik. Por edhe them edhe këtë tjetrën. Si u themelu LDK atjerë, pjesa më madhe janë futur në LDK. Pra vetëm kanë kaluar në LDK. Edhe komunistëve komunistëve në atë kohë edhe të LPK. Edhe kanë qenë pjesë e qasaj, edhe aktivistë mirë bile. Edhe jo rastisht për shembull, edhe grupacioni politik që është bo, edhe rrugohës prej amerikanëve është imponu që ta kenë një nënkrytar të kësaj pjese, edhe 7 e kaq, 9 e kaq që në kuvernin e dytë, unë nuk kom qenë të rrimtërjek, e kanë bo Hidayet Hyssenin, edhe pjesa më e madhe në Këshillin Qendror, që kemë bo në të 89-shin, kanë qenë në blogosën politik, por kanë qenë shumë konstruktiv, kanë qenë aktiv. Dej 97-ën pastaj doli. Dej 98-shin, kërë ishte kuvendi që u shpërnda, kanë qenë në atë pjesë krejtë edhe Hidayet Hysseni, Jakub Krasniqi, Rambuja, Mehmet Haziri, që kanë qenë pjesë e LDK-s në kryqësinë më të lartë. Aty u nda, një pjesë ka shku me qosën, 3-4 vetë kanë shku në shtabin e UÇK-s. Prandaj këtu duhet të kenë parasysh të konstellacione. Jenë përgatitur si për fakt, e ke përgatitur, vetëm po ka me dalë në botim një libër i ri që është Pas luftat e mia, pra që përshkruani edhe pas luftën e dytë botërore, edhe pas luftën, pra të fundit, 99-ën. Ju pyet kështu, pra si historian, si gazetar, si intelektual, kush është figura më e rëndësishme politike e Kosovës prej pas luftës e deri më sot? A mund të themi për një figurë, apo për disa figura? Në librin tim e them, po për me u ik këtu në thashë theme dhe to si gjithmonë i ngatrojnë më ne këto dhe kalojnë në një fushat linquse, po i them, në librin tim po them kështu si historian. Ne kemi 4 perioda, cilat janë shumë të rëndësishme në ndërtimin e Kosovës. Ato janë si korniza, unë i kam edhe në librin Kosova, po edhe këtu, i them. 2 perioda cilat historikisht e ka legitimitetin se historia kërkon distancë kohore. Për këto 2 të parat më është përmbyll. Është perioda 45 dhe 99, ku personazhi kryesor është Fadil Hoxha. Fadil Hoxha. Po, sepse lidhet me bunjajt, me aktivitetin e tij, me një proces historik, cilin e ka qenë 45-99. Është qaj cikël. Promenojnë që Fadil Hoxha është më e rëndësishme, figura më e rëndësishme e Kosovës 45-99. Është bartë se një procesit historik që fillon me një degradimi i autonomi i bunjajve, anullimi i bunjajve 45 që në lidhën e Prizrenit, me një autonomi rajonale në Serbi, që faktikisht e ka rënu komplet atë. Për ju është